qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie sangue e tinte a vene sai. Tani të dashurës tënde të zemrës Kiarës, kështu jam merr mendjen edhe zemrën ti duke kënduar këngë dashuria, po si këndon fare? S'kam kohë të këndoj në shtëpi. Artistët kanë një gjë shumë të bukur, ndodh një fenomen interesant, se kanë vetëm fanse që i komplimentojnë, që japin dashuri gjatë gjithë kohës, fanset e fanse. Edhe zakonisht nuk dashurohen me fanset. Dashurohen pikërisht me një vajzë atje që nuk bën zhurmë, nuk bërtet. Si u sinkronizua? Na prezantoi një shok. Edhe ajo nuk s'ka të bëj fare me muzikën, nuk e njeh, se merret me ekonomi me. Edhe më duket interesante ajo gjë. Si klikoi në zemrën tënde? Tani unë nëse jam gjendje të shpjegoj, si klikoj, do të thënë që nuk është gjë e vërtet. Se do të thënë që ka menduar. Kur ti e mendon, do të thënë që nuk e ndjen. Kur e ndjen, nuk e mendon dhe aq. Ishte shumë e thjeshtë edhe nuk sikur nuk e ndjente për faktin që unë isha Erman Meta. Thjesht isha Erman, edhe kaq. Ishte momenti i duhur? Ishte edhe momenti i duhur, ishte momenti i duhur për mua, sepse isha shumë vetëm në atë periudhë. Ndjesha shumë vetëm edhe kisha dalë nga një histori tjetër që kishte qenë gjatë, edhe isha edhe çik kështu i brisht, le të themi, në atë moment. Edhe gjeta një farë ndihme, le të themi. Te Kiara, më ndihmoi shumë në atë periudhë, se nuk isha shumë qentrat. Dy persona rrin afër, rrin pranë. Nëse bashkohen njëri me tjetrin, që në atë fal pike që ti nuk kupton ku mbaron njëri, ku fillon tjetri, ajo nuk është gjë e mirë. Se nuk do të thënë që ti nuk e zgjedh tjetrin çdo ditë. Do të thënë që ke nevojë për tjetrin, ai shumë se nuk ekziston më pa atë tjetrin. Të shëroi ty Kiara në atë moment tjetës tënde? Më ndihmoi të shëroja çik veten. Po. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.